Prokurori I kërkoi këta dy. Hyr, Të pandehurit në rastin Menderes erdhën. le të vi. Hyni ju lutem. Hiquani prangat. Uluni. Ndalo, do të telefonoj. Në rregull. Para se të marrim një deklarat, le të flasim pak me ju. Nëse ju I thoni Barbarosit se kush është baba I tij, unë do t'ju jap fund të dyve. Ti nga e di këtë gjë? Unë nuk ju futa kot pranë çatallit. Ju puna për gjonit, prokurore? A më dëgjoni ju mua çfarë po flas? Dëgjuam. Mirë. Por edhe nëse nuk dëgjuam, nuk do t'i bëjmë një dëm të tillë Barbarosit. Të mos denigrojmë jetën e një personi. Përveç kësaj teze Shirin, ajo tha se do vriste veten. Edhe ti e dëgjove këtë, apo jo, prokuror? Edhe fakti që Menderesi është për të fajsuar, edhe fakti që çatalli kërcënoi se do të hesht motor Shirinin, ju e keni dëgjuar. Unë nuk ju jap informacione kriminalëve. Ata më japin informacion. Pra, më thuaj tani, Alia Tesh, për cilën arsye urren më shumë Menderesin? Për shkak të asaj që I bëri Gylajshës? Apo sepse e la Merxhanin invalid? Për çfarë arsye e vrave? Unë nuk e vrava. Ju I thatë zotërin Nizamit se do ta vritni atë. Nuk thash që nuk doja ta vrisja, zonja prokurore. Unë nuk e vrava. Kaq. Ku ishe në kohën e vrasjes atëherë? Nuk e di. Më trego ti në sharore u vra. Pozite një kriminali të zgjuar. Më të dashurin. Zonja prokurore, unë nuk jam kriminal. Por ti e di se në Çore kam vrarë, apo jo? Nuk e di. E di kohën kur e vrave atë njeri? Unë e pas kam vrarë atë njeri. Nuk do ta pranoj edhe sikur ta vrisje, Zafer Atesh. Po ta kisha vrarë, të kisha pranuar. Menderesin, unë nuk e vrava. Ti e vrave atë. Ti prite fundin e gjyqit, shkove në parking dhe e qellove njeriu në kokë. Unë nuk e vrava, zonjë prokurore. Sot në mëngjes, nga një numër I panjohur, mora një regjistrim me muzikë. Një fillim që të tregon daljen nga parkingu tamam në kohë për krimin dhe kohën kur largohesh ti nga parkingu. Nuk e dije që dikush po të filmonte, ha? Unë nuk e vrava, të thash. Nëse ti nuk e vrave, kush e vrau? Ezelden ebede giden mesele. Bu benim mesele, derin mesele. Ezelden
ebede giden meselem. Hatırım çiğnendi, kalbim kırıldı. Ömrümün derdidir benim meselem. Kara, Meselem, alın yazım gibi meselem. Kırık sözüm gibi meselem. İki gözüm gibi meselem. Meselem. Bir sevda türküsüdür meselem. Aşkımın öyküsüdür meselem. Yeryüzü gökyüzüdür meselem. 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 Kara kush është? Vëlla nuk mund të marr frymë. Zipkin, zënja prokurore, a mundet pakuj? Në korridor është një bidon. Mund të dilni jashtë. Pi ujë këto. A mund të largoheni nga këtu? Na lejoni vetëm 5 minuta. Kush është ky Kara që ju solli në këtë gjendje? Kush është? Fol tani. Të pyeta kush është Kara? Është një fantazmë. Çfarë fantazme? A ma dërgoj një fantazmë në këtë mesazh? Pra përgjigju pyetjes sime. Kara ma dërgoj mua këtë inqizim. Është e pamundur, zënja prokurore. Pse fej Kara sa po e pe inqizimin? Pyes veten nëse ai u inqizoi duke vrarë edhe Menderesin, ha? A i tha se nuk e vrau Menderesin, na nuk e kuptoni fjalën prokurore? Më shiko mua, mos më thuaj kështu. Ke një prokuror para teje. Vëllai yt, në orën e krimit, iku nga parkingu sigur po dilte. Nëse ai nuk e vrau, çfarë po bënte atje atëherë? He? Çfarë kërkoi atje? Përgjigj mu mua. Çfarë po bëja atje në atë kohë? Sepse unë do të vrisja Menderesin. Gjykata nuk e ndëshkoi atë. Isha gati unë ta ndëshkoj. Por kur shkova në parking ai tash më kishte vdekur.
Kara, Nëse ti nuk e vrave, atëherë kush e vrau atë person? nuk e di kur Brita kishte vdekur. Por me që e dërgoj këtë video me këngën, Kara e vrau. Zepkin, mos u çmend, djalosh. Shh. Kara ka vdekur. Kara ka vdekur, njeri. Vdiq, vdiq. Ndoshta nuk ka vdekur. Hë? Ndoshta nuk ka vdekur, vëlla. Ndoshta shkoj. Ndoshta ai shkoj dhe e vrau atë bastardin Menderes. Ndoshta menduam se kishte vdekur, vëlla. Ndoshta menduam se kishte vdekur, por nuk e bëri. Ai nuk vdiq, vëlla. Të betohem që nuk vdiq. Ai nuk vdiq, vëlla. Të betohem që nuk vdiq, ai nuk vdiq. Të betohem që nuk vdiq. Betohem se nuk ka vdekur, vëlla. Të betohem që nuk vdiq. Betohem që s'vdiq. Betohem. Mirë, qetëso tani. Zepkin, qetëso tani. Nuk ka vdekur, vëlla. Në rregull. Çfarë ndodhi me këtë Karën? A është një nga ne. Një nga jetimat. Ne e sakrifikuam atëherë dhe Kara vdiq. Nuk ka vdekur. Kara vdiq. Jo, Sadik. Bu benim meselem, derin mesele. Ezelden ebede giden meselem. Bu benim meselem, derin mesele. Ezelden ebede giden meselem. Hatırım çiğnendi, kalbim kırıldı. Ömrümün derdidir benim meselem. Hatırım çiğnendi, kalbim kırıldı. Ömrümün derdidir benim meselem. Meselem, alın yazım gibi meselem. Kırık sazım gibi meselem. İki gözüm gibi mesele. Mesele bir sevda türküsüdür mesele. Aşkımın öyküsüdür mesele. Yeryüzü gökyüzüdür mesele. Mesele. Cevapsız sorular üst üste biner. Kördüğüm misali benim meselem. Cevapsız sorular üst üste biner. Gördüğüm misali benim meselem. Hasretin korkusu ruhuma siner. Yanına çağırır beni meselem. Hasretin korkusu ruhuma siner. Yanına çağırır beni meselem. Meselem, alın yazım gibi meselem. Kırık sazım gibi meselem. İki gözüm gibi mesele. Mesele.
Kjo është kënga e Karas. Bir sevda türküsüdür mesele. Aşkımın öyküsüdür mesele. Yeryüzü gökyüzüdür mesele. Mesele. Kjo kënga e Karas, Mergjan. Sabit, Pse? Pse kënga e Karas? Sabit. Sabit ndal. Pse kënga e Karas? Sabit nuk e di. Pse kënga e Karas? Sabit nuk e di. Nuk e di, prit. Prit një. Mos hy në krizë, mendoni. Mendo qetësohu, e shikon pse dikush na e dërgoi këtë video. Pse na dërgoi dikush një video ku nëna e Gylashe sovran nga Aliu. Pse Kara e dërgoi me një këngë. Pse? Prit njerë. Në rregull. Le të mendojmë. Mendo. O sot, çfarë po ndodh? Mirë, Çfarë po ndodh? mirë, pse e dërgoj? Pse e dërgove? Mendo. Pse u dërgua? Kara ka vdekur. Kara ka vdekur. Kara vdekur. Kara ka 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 vdekur. Sabit, mos, Sabit! Sabit! Kara ka vdekur. 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 Ndal! Sabit! 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 Mesela alın yazım gibi mesela kırık sazım gibi mesela iki gözüm gibi mesela bir sevda türküsüdür mesela aşkımın öyküsüdür mesela yeryüzü gökyüzüdür mesela Kushdo që e dëgjon do të mendoj se ka shumë probleme. Këta janë probleme të thella, nuk ta të kuptoni. Për hir të Zotit më thuaj, sa i thellë është ky problem? Për shembull, si do ta mbushim stomakun nesër? Ja ku është problemi yt. Shiko, njeriu ka të drejtë. Çfarë të drejtë ka? Ai nuk thot se është e vetmja këngë që mund ta këndoj siç duhet? Çdo këngë që e këndoj unë është e bukur. Ti nuk kupton asgjë nga arti. Kupton? Leri këtë punë, Kara, leri. Do të thotë se kjo mund të fitojmë parat mira. Ajo është si një rrezë dielli. Ndoshta 7-8 muaj. Shumë e njerëz duan të marrin një foshnjë. Me sa duket, nga një familje e mirë. Pushim? Të gjithë janë të shëndetshëm. Oreksin e kanë të mirë. Ata hangrën gjithë shka në darkë. Dhe ata nuk duket se marrën asnjë drogë apo substancë tjera. Betohem se do t'i shesin për para shumë të mira. Edhe nëse vdesin, askush nuk do t'i kërkoj.
Ylli ka rënë. E pas! Shiko aty! Ku është? Cili? Shiko këtu e pas! Mos u tallni. Nëna ime thoshte, bëj një dëshirë një yll që bie. Dëshirova. Edhe unë dëshirova. Ja ku është Kara. Ai përfundimisht mendoj për një vakt që nuk do të mbaroj kur. Jo valla, dëshira ime është të mos të ndajemi kur. Ja, do të marr. Eja këtuve. Ku mund të kish shkuar ky yll qëra? Të betohem nuk e di vëlla, është humbur në errësirë. Miqtë e saj yjer janë shumë të qetë. Ende të shëndritshëm. Po të kisha humbur ti, unë do të kërkoja. Edhe unë do të kërkoja. Betoho? Betohem. Dhe ti do vazhdoje të këndoje pa ndalur. Do të gjija ndërsa dëgjoja një këngë. Mos më frikso ashtu, ti frikson. Ti po më frikson mua. Mergjan, vajza ime tash më po nxehet, ndoshta mund t'u apresin flokët fëmijëve, çfarë thua, ë? Përbes do të ishte mirë. Jo, nuk bën as pak. Flokët e mi, unë dhe morat e mi jemi shumë të lumtur. E di ti? Kushdo që merr një prerje flokësh, do të marr limonadë dhe një kek. Nuk më intereson, s'më intereson. Zipkin, do të haj dhe ju do të shihni ato. O? Zipkin, ty pres flokët më parë. Hajde. Ashtu. Por flokët tona gjithmonë ai gjithë të Mergjani. Mirë, lëre Mergjanën atëherë. Bi, prej flokët dhe pastaj laje poshnjën së bashku. Dhe laje pra këtë fushnjë, mirë? Ne nuk lahemi motër në bahat. Përse vajs? Sepse ne ta shpifim, askush nuk dëshiron të lahet me ne. O zemër, o shpirt. Shiko, edhe nëse e gjej djalin tim, unë nuk do t'ju lë. Që të një tutje ju jeni fëmijët e mi. 2 të 4-tët, një enë me supë dhe kaq mjafton? Ha? Kështu do t'jetojmë, mos ke frikë. Në rregull pra? Do të vdesun për ty. A jeti Angel që zbritet nga qielli? Vajzit shmendur, nëse i pret, unë do të përgatis banjën dhe pastaj do të ham tortë. Pastaj do të ham tortë dhe do pim limonat. Nuk më intereson mua, nuk më intereson. S'më intereson? Po, me këtë fillojmë? Hajde atëherë. Hisni, tani I presin flokët, pastaj I laj, pas disa orësh ata do të bie në gjumë dhe ti do vish. Kaç pra. Mëracak, akoma ke kohë që të qetësh flokët. Lau dhe eja. Jo, nuk do të vi. S'më intereson. Torta është shumë e shishme.
Oh, limonada është gjithashtu shumë e ëmbël. Le të pi motorën e Bahat. Ah, Faleminderit motorën e Bahat. Kara, bëre një banjë, sepse keku është shumë i shishëm. S'më intereson. Nuk më hajt, s'më intereson. Nuk e duroj dot sepse unë jam nën. Hajde, pi një limonadë dhe një kek. Vërtet thua? E vërtet është. Oh, i ndyri Kara. Dëgjoni, i pret flok dhe u lat kot. Boni pak më kokë fort. Çfarë më ndodh? Ti çfarë? Çfarë ke bërë? Çfarë ke? Çfarë do ndodh me Zipkinën tani? Unë edhe nëse të besoj, do t'jetë e dyshim derisa të gjejnë se kush e ka dërguar kasetën. E çfarë do thot kjo? Ju gjithashtu besoni se ai nuk e bëri. Ti e the vet. Jo, nuk thash që besoj. Thash edhe nëse të besoj. Shiko, zonja e prokurore. Tani mos luaje më me fjalë. Në fakt ti shikom. Për hir të Barbaros, unë ju konsideroj edhe flas me ju. Njiheni vendin tuaj. Edhe sa herë ta them, përballë jush është prokurori. Prokurori nuk e njeh fare. Prokurore? Më thuaj. Shko tani. Zonja prokurore, e një mirë? Të zja Shirin. Ajo vrau veten.
Shirin. A është e vërtet kjo? Barbari do të shkatërrohet. Më dërgoj një fotografi tasho? Në rregull aga, do ta dërgoj tani. Në rregull. Vëlla, Urdhëroni zotri. bashkoj pak këto t'ja u bëj një fotografi, nëse mundet. Po me njerë zotri. Çfarë personi i poshtër je ti, mor? Po aga. Mirë. Gurët janë shumë të mëdhenj. Gylajshja do t'i pëlqej kështu? Vëlla, si mund ta di unë ai pëlqen Gylajsha apo jo? Ku ta di? A jam unë planifikues dasmash? Më thuhet lutem, si ta di këtë? A jam sarraf, korniz në stil? Ti më dërgove këtu gjithsesi. Çfarë duhet bëj? O Xhemal, mbyllë gojen, pyeta vetëm një gjë. Dhe sa fjalë dëgjova. Çfarë të bëj? Hë? Duhet ta pyes Saren? Ajo ka shumë shqetësime. Vetëm kjo i mungonte. Atëherë prit. Ne nuk do të dalim nga kjo çështje. Unë do e dërgoj Saren dhe ajo do ta zgjedh. Në rregull aga. Hajde, do të telefonoj.